Tu në Shqipëri, qartësisht, keni në fakt pikën hyrëse në këtë rajon Ballkan Perëndimor, po edhe më gjerë, dhe është një pikë kyçe në mesdhe dhe në Europë. Ndaj ju inkurajoj të investoni në Shqipëri sepse keni një udhëheqje të fortë. Dhe nuk flas vetëm sepse është miku im, por sepse ka sjell rezultate. Dhe në 2 vitet që vinë, duke qenë se ka një mandat të qartë, do të jenë pjesë e BE-s. Dhe dua që të dini, të jeni të sigurt që ne si europian do të japim rezultate. Tashmë që kemi një linjëzim të fortë midis Francës dhe Gjermanisë, do të bëjmë maksimumin që të realizojmë agjendën që folëm. Pra ju lutem investoni në Europë, ju lutem besojini Europës, sepse kemi nevojë për besimin tuaj, për investimet tuaja, në mënyrë që të realizojmë këtë agjendë kaq ambicioze, sepse mendoj që është agjenda e dur jo vetëm për europianët, por edhe për rajonet e tjera, për të krijuar sa më shumë stabilitet.